Lezër të nderuar xhamatlit të pranishëm, vazhdojmë me surën El Furqan, në hijen e ajeteve të fundit të surës Furqan, ku në ligjëratën e kaluar treguam që Allahu Azza wa Jall i ka veçuar disa robër dhe i ka futur nën mëshirën e tij dhe i ka quajtur Ibadur Rahman, robërit e mëshiruesit. Ku Allahu Azza wa Jall në këtë ajet tha wa Ibadur Rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama, duke i përshkruar këta robër të mëshiruesit që ata janë të qetë, ata janë modest, ata janë të sjellshëm, e tregoj sjelljen dhe etikën e tyre kur ata janë me njerëz, kur ata janë në rrugë, kur ata janë dhe takohen me njerëz të ndryshëm, ndoshta prej tyre ka dhe të cilët janë el jahiluna qalu salama, kur i takon ignorantët apo mendje lehtët, nëse ata e rëndojnë ndonjë fjalë, ai përsëri bëhet i qetë, e kthen me të mirë dhe e gëlltit hidhrimin e tij dhe e manifeston sjelljen e tij dhe moralin etike që Allahu Azza wa Jall i ka përshkruar këta rob. Po ashtu vazhdon Allahu Azza wa Jall ta cek një cilësi tjetër, e cila është cilësia kur ata vetmohen me Zotin e tyre. Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Këta robër kur veçohen dhe vetmohen me Allahun Azza wa Jall, këta njerëz e kalojnë natën në adhurim. Sujjadan wa qiyama. E kalojnë natën duke bërë sejdë. E kalojnë natën në qiyam. Pse i ka përmend këta dy cilësi, sejdën dhe qiyamin? Sepse ata kur kanë bërë sejdë, aq gjatë kanë bërë sejdë dhe e kanë lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu subhanahu wa taala të jep mirësi, të jep dhunti, t'i ofal mëkatet dhe t'i ngrit gradat të larta të xhenetit. Po ashtu tjetër është qiyame, e cila është në këmbë duke recituar fjalën e Allahut Azza wa Jall. Pse? Sepse Muhamedi alayhi salatu wassalam një hadith tha: "Aqrabu ma yakun 'abd min rabbih wa huwa sajid." Më së afërmi robi është tek Allahu Azza wa Jall kur ai është në sejdë. Pra njeriu kur është në sejdë është më afër Allahut Azza wa Jall. E sidomos natën, ku tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu Azza wa Jall zbret në qiellin e parë të tokës në pjesën e tretë të natës dhe thot hel min mustaghfirin fa aghfir lah. A ka ndonjë njeri, ndonjë telash, ndonjë mëkat, ndonjë breng, t'ja fali unë atë mëkatin dhe t'ja pranoj ati lutjen, hel min sailin fa utiela. A ka ndonjë i cili më kërkon që t'ja plotësoj ndonjë kërkesë e unë t'ja plotësoj atij. E këta robër, nga cilësia e këtive, robërit e mëshiruesit, që Allahu Azza wa Jall i kishte cilësuar me mëshirë, ata e kalojnë ditën të qetë dhe natën në qetësinë e natës, ata e kalojnë me adhurim. Allahu Azza wa Jall po thot në Kur'an: "Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Ata një pjesë të vogël të natës e kalonin në xhumë, kurse pjesën më të madhe të natës ata e gjallëronin në adhurim, në ibadet, dhe pak para se të del agimi, hum yastaghfirun, ata kërkonin falje tek Allahu Azza wa Jall. Ata falnin namaz, ata bënin shumë adhurim, ata lexonin Kur'an, ata bënin shumë dua dhe në fund jo të krenohen me adhurimin e tyre, jo të mburën se ata janë fal natën dhe njerëzit kanë flet, mirë po ata në fund kërkoshin istighfar, falje për mëkatet dhe ndoshta lëshimet që kanë mund të bëhen. Edhe po ashtu ishte nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam në fund të namazit edhe në farze, pasi që japni selam, është nga suneti i Muhamedit alayhi salatu wassalam të kërkojmë 3 herë istighfar, të themi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pse? A kemi bërë në mëkat? A kemi bërë në gjuna? Apo kemi bërë në ibadet? Kemi bërë ibadet. Mirë po ndoshta na ka hik pak mendja, ndoshta mendojmë se kemi të plot diçka nga namazi jon, 3 herë istighfarin që e bën, kjo i plotson mangësinat tuaja gjatë kryerjes së namazit. E ata thot në fund të natës,
pak para se të del agimi, hum yastaghfirun, ata kërkonin falje. Edhe më interesant, i përshkruan këto rob, Allahu Azza wa Jalla thot: "Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun." Këta njerëz thot ishin natën që lëvizshin anët e tyre, nuk ishin të rahatshëm në gjumë, e ata pak flemin, falnin namazin e natës, pse thot yad'una rabbahum, e lutnin Zotin e tyre. E çka ishte preokupimi ne kur kemi ndonjë hall, kur kemi ndonjë telash, nuk na zë xhumi. Përpiqemi në shtrat, kthehemi në orën e djathtë, kthehemi në orën e majt, kthehemi në aton, kthehemi këton deri mëngjes, e kemi ndonjë takim shumë të rëndësishëm, apo kemi diçka e cila na u preokupon, nuk na zën xhumi të natën. E këta njerëz i përshkruan Allahu Azza wa Jalla thot: "Tatajafa junubuhum", ata u ngritnin nga shtrati, duke u lëvizur, duke u përpiqur në shtrat. Yad'una rabbahum, ata u ngritnin dhe lutnin Allahun çka? Khaufan wa tama'an. Nga friga e ditës së Kiametit, nga friga e llogarisë, nga friga e xhehenemit dhe wa tama'an, dhe nga shpresa e xhenetit, nga shpresa e mirësive të Allahut, nga shpresa në dhuntinë e Allahut. E thot këta njerëz, edhe pse janë robrit e mëshiruesit, edhe pse janë robrit që i ka falë Allahu dhe i ka nderu, këta njerëz i përsëri nuk e bëjnë xhumin rahat, se e kanë me gajle që mos të ndalen nga ata, mos privohen që të jenë nga ata që e falin namazin e natës. Pse? Sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Iyakum wal qiyamul layl", faleni namazin e natës, fa innahu da'bu salihin, se kjo është tradita e burrave besimtarve të mirë. Kjo namazi i natës është falje e mëkateve, është privim nga gjunahet dhe është matradetun li edda, është largim nga sëmundjet. A e keni po ai njeri i cili bën sport, ai i cili hec, ai i cili lëviz, ai i cili vazhdimisht në lëvizje dhe e ndon një kohë për bërë sport, ai njeri më pak ka probleme me sheqerna, me kolesterolla e me smundjet e ndryshme. E sahabët dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam e kalonin natën aq gjatë, dhe kjo është për ilustrim, unë isha i ri dhe isha në Mekë me një xhami, aq e falte namazin e natës aq gjatë sa që unë ishta i ri dhe mu dridhnin këmbët. Kur ishnin sejdë, mendosha se ka haru çohet prej sejdë derisa mu dridhnin krahët. Mirë, po për ata nuk ishte problem. E vazhdonin namazin, e bënin hatme në kohën tonë, nuk po thonë në kohën e selefit, në kohën e sahabëve, në kohën e tabeinëve, në kohën tonë, në 10 e fundit e bënte hatme Kur'anin, namaz me xhevat. Pse kjo kur ta shohish, kur të folish për njerëzit sot namazin e natës, mund të thotë dikush o hoç, nëse na të fal namazin e ditës e namazin e natës. Njerëzit nuk kanë të fal 5 kohë të namazit. Njerëzit nuk kanë të fal as xhumajen. E ti po fol për namazin e natës, po. Sepse shohim se problemet e muslimanëve sot, nga mërzijat, nga depresionet, nga shumë probleme që thotë njerë, më kahët. Pse të kahët? Nuk e di pse më kahët. Mu ka ngushtu shpirti, mu ka ngushtu zemra, a i ka haru se i ka këput lidhen me Allah në zvëgjel. A i ka haru se ajo ngushtia e shpirtit, ajo mërzia e cila ndoshta del me shetit dhe nuk i hekët, han pin nuk i hekët, shkon, a i mendon se me shetitje, me turizëm, në restoranta nuk i kalon. A di qka? Sepse ajo shpirti është i lidhë me Allah në zvëgjel. E ato njerëz kur kanë pas në një problem, në një telashe, i thonë të pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Ja Bilal, e rihna bi salat." O Bilal, thire zonin, të rahatona, të rahatoj shpirtin me namaz. Idha hazebe shejhun, fe fezja le salat, kur e të preokupon të diçka pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe një gajle, dhe një telashe, thot u kthen të namaz. Pse? Sepse Allah Azza wa Jalla shumë afër dhe i përgjigjet robit dhe shpirtin dhe pastërtinë e shpirtit dhe zgjerimin e gjoksit dhe zemrat i ka në dorë Allahu Azza wa Jalla. As doktori e as qetësimi i barnave nuk mund të largon atë stres, atë depresion, atë ankth, por po se lutja në mesin e natës. Për ata thot sahabët,
aq ishin të lidhur me namazin e natës, sa që nuk u paramendonte te këta lonja e namazit e natës. Pse? U vetmonin me Allahun azza wa jall. Derisa prej selefit thanë, i dallonim ata njerëz të cilin falnin namaz natën në fytyrat e tyre. Fytyrat e tyre ju shkëlqenin. E keni pa një person, thu dridhve fytyra e këtij po i bën. I shkëlqen fytyra këtij njerit. Nuk e kapi depillacionit, nuk e kapi pomadave. Jo, i shkëlqen fytyra atij, thot ket e ndallonim kur ai falte namaz natën. Pse? Se thonte Hasan al-Basriu, ata u vetmuan në errësirë me Zotin e tyre, e Zoti i tyre ja u ndriçoi atyre fytyrën këtë dynjë para se t'ja u ndriçon fytyrën atyre ditën e Kiametit. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, thot Allahu, atyre që Allah nuk ju ka dhënë dritë në këtë dynjë, nuk kanë mundësi me pas dritë në ahiret, e thot kur kanë me dal me kalu urën e siratit për të shkuar në xhenetin e Allahut. Ajo të këtë jetë autostrad e gjon dhe do të jetë me dritë të plot, si ku ato reflektorat e plota për besimtar. E munafikat nuk do të kenë dritë. Do të jetë errësirë për ta dhe do të vrapojnë pas besimtarëve dhe do t'ju thojnë ta'alu naqdab ismin nurikum, një pak të marrë na dritë nga drita juaj. Thot farji'u wara'akum faltamisu nura, ktheuni në dunjë, sepse në dunjë fitohet imani dhe fitohet drita. E ato do mundohen mas atyre, kur do të shimë drita atyre nuk do të kenë dritë, ato do të rrezohen nga ura, shkaku se ata nuk kanë dritë. E për ata tha pejgamberi alayhis salatu wassalam në një hadith, fa bashiril mashaina fi dhulami bin nuri tam yawm al-qiyamah. Përgëzojni ata njerëz që shkojnë të falen në errësirat e natës me një dritë të plot në ditën e Kiametit. Dritë e plot, po të erdhi Xhibrili alayhis salam. Prej qiellit zbriti special për 5 fjalë që ia tha Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe ishin fjalë shumë me peshë të rëndë. Një ndër ta i tha ja Muhammed, ish ma shi'ta fa innaka mayitun. O Muhammed, jeto sa të duash, por dije se një ditë e ke caktimin dhe të vdesish. Wa ma shi'ta fa innaka mufarikun. Duaja kanë të duash, por dije se një ditë ke nda nga i dashuri. Wa ma shi'ta fa innaka mujzi'un bi. Vepro çfarë të duash nga veprat, se për çdo vepër do të shpërblehesh tek Allahu azza wa jall. Tha pastaj wa'lam anë qiyamul lejl sharaful mu'min. Dije tha se namazi i natës është nderi dhe respekti i besimtarit. E ka nderu, është njeri me identitet, është njeri dallum, është njeri i cili shkëlqen fytyra, ai njeri i cili ketë hallët dhe dertet e tija çka i ka, ai natën nuk e merr telefonin dorë. Ai natën nuk shih rrjetet sociale, t'i bën lajka dhe komente dhe t'i përcjell muhabetet me vend e pa vend, e ta humb këtë natën dhe ndoshta hin më tepër në gjuna dhe pastaj ndoshta bëhet shumë vonë dhe kur e mbyll ai telefonin, pastaj nuk e ndin as alarmin, as për t'u zgjuar për ta fal një namaz nate, as për ta fal namazin e sabahut. E pse përmendni këta? Se tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, afdalu salatin ba'da al-farida salatul lejl. Namazi më i vlefshëm pas namazeve farz është namazi i natës. E për ata Allahu azza wa jall i ka përshkruar këta njerëz se këta njerëz janë robët e mëshiruesit që natën e veçojnë një kohë dhe e falin një namaz vetëm me Allahun. E shumë kena nevojë vëllezër të nderuar, se ndoshta kemi shumë fansa në për Facebook, në për Instagrama, po në jetën reale ndoshta i kemi një 10 veta, ndoshta kur të vere pak më ngusht i kemi një 2 veta, kur jemi mas në zorë ndoshta i kemi vetëm një person i cili të ndihmon, e kur të himi në varë në errësirë nuk ndihmon as një sen, vetëm se vepra e mirë. E thonë sahabët, kemi falë namaz natën e errësirën për të na bot dritë neve natën e vorit, se nuk ka dritë tjetër për pos dritës e imamit. Ai i cili e ka kalu në errësirë vetë, ai dije se edhe vori i tij do t'i ndriçohet. Për ata një ditë për ditëve, Abdullah Mubareki ishte ulur me disa nga shokët e tij dhe e ka ploj nata dhe në momente duke biseduar, ju shim ative feneri. Dhe duke marr vajin dhe duke ndes fenerin, shkoi një kohë e shkurt dhe kur e ndezën e pan se fytyra e tij
dhe mjekra e tij ishte lagur me lot dhe i thanë me ketë na pas ka kalu, e çka të shtyri ti në ketë kohë të shkurt në mesin e natës, duke qenë me neve së bashku dhe të qajsh, tha kur ushimën dritat dhe nuk u dukshin as ju e as une, vetëm errësira e natës më kujtu errësira e varrit. Pra njeriu pas angazhimeve të ditës, mos ta lën që ti fal një 2 rekate bile më së pakti, ti fal të dallohet me njerëzit tjerë, sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith, tha efshu selam, përhapni selamin mesin e njerëzve, wa at'imu ta'am, dhe ushqeni njerëzit, wasilul arham, lidhni farefisnit, wasallu bil lejli wa nasu niyam, faluni natën kur njerëzit flenë, tadkhulul jannata bi selam, do të hinin xhenetin e Allahut me paqe, me selam, do t'ju presin melekët e dera, ata njerëz të cilët zgjohen natën dhe falin namazin e natës. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala të na bën prej tyre të cilët e ndojmë kohën dhe jemi prej atyre që e falim namazin e natës, që veçohemi me Allahun azza wa jall, që i çojmë dertët me Allahun subhanahu wa taala, që të arrijmë një grad, një afërsi me Allahun subhanahu wa taala, që të na ndriçojnë zemrat tona, na ndriçojnë fytyra jon, na ndriçon imanin e atë ditë që nuk ka ndriçim tjetër por pos ndriçimit të besimit, imanit dhe ibadetit. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum